mish i pjekur në furrë me tulla. O zot, ç'bënet këtu, edhe unë nuk jam këtu që thoni. Tani, nuk jam unë, po janë të gjithë fisi tjetër, xhaxhallarët, prindrit, Eva me familje, edhe vetëm unë mungoj, që kështu babi vuri furrën që në mëngjesët e përgatiti, edhe tani po përgatitin mishrat, i mbuluan me letër kuzhine dhe pastaj me letër alumini, dhe do t'i vendosin në furrë që të piqen duan, 5-6 orë duan, ja edhe daju aty, po ndihmoj në të gjithë, është mbledh gjithë fisi, siç u thashë, i bëjnë nga njëherë këto prindrit e mi, do me thënë, mblidhen, kalojnë kohë së bashku të gjithë fisin me xhaxhallar, me dajillar, edhe janë të bukrat që ka fshati o njerës, edhe kur mundemi, pse jo, të ruajmë traditat edhe të mbajmë njerëzit afër. Mishi u fut në furrë tani siç mund të shikoni, do piqet me nxehtësinë që mbajnë tullat, edhe për 5-6 orë do t'u tregoj rezultatin.